Tensionet e krijuara gjatë ditës së protestës ushtrinë edhe brenda ambienteve të kuvendit, ku një përplasje u regjistrua mes deputetit Agron Sheaj dhe efektiveve të Gardës së Republikës. Pas incidentit, deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri reagoi duke ngritur akuzë ndaj strukturës së sigurisë parlamentit. Sipas tij, Sheaj ishte paraqitur në kuvend pasi kishte përfunduar afati për jashtimit me 21 korrik, por nuk ishte lejuar të hynte në ambientet e brendshme të institucionit. Është kriminale, zoti kryetar, nuk e di a më dëgjon apo jo. Kemi përpara vendimin e sekretariatit për përjashtimin 30 ditor të Agron Sheaj në datën 22 qershor. Data është 23 sot dhe ndaluat pasi vendim tjetër kryetarin e partisë që ka marrë 50.000 vota dhe nuk e doni në këtë sallë. Tani, a mund ta thoni se çfarë është kjo? Ky është parlamentarizëm? Të mos lejosh deputetin të bëjë detyrën e vet? Çu do shtyni gjithkohës? Më thuaj një shkresë që e ke lajmëruar, që nuk është sot. Nuk është normale kjo gjë. Nuk është fare normale. Dhe fusti punojës të Gardës që ta marrin zvarr. Nuk është parlamentarizëm ky, zoti kryetar. Nuk është as pak parlamentarizëm. Dhe çfarë po ndodh në këto kushte rrethimi të këtij parlamenti është po ashtu e rëndë. A e pyesti veten ju se çfarë po ndodh apo jo? A e pyesti vetëm se kanë dalë njerëzit në protestë, se u ka dalë boja. Jeni të diskredituar. Kapri pretendoi se deputeti është penguar në ushtrimin e mandatit të tij dhe e cilësoi të papranueshme ndalimin e një përfaqësuesi të zgjedhur nga qytetarët. Ai tha se grupi parlamentar kishte paraqitur dokumentacionin për përfundimin e masës disiplinore, ndërsa kërkoi sqarime për veprimet e Gardës. Ngjarja ndodhi në të njëjtën ditë kur jashtë kuvendit po zhvilloi protesta e opozitës, e cila u shoqërua me përplasje mes protestuesve dhe policisë së shtetit, duke shtuar tensione politike rreth seancës plenare.